Të nderuar përfaqësues të institucioneve, i nderuar kryetari i komunës, e nderuar familja Berisha, të nderuar historian, studiues, profesor, familje të dëshmorëve, shoqata të dala nga luta, mysafir dhe të gjithë ju të pranishëm. Mirë se keni ardhur në Akademinë Përkujtimore, pushtuar të 80 vjetorit të rënies së profesor Imer Berishës. Sot jemi mbledhur për të nderuar jetën dhe veprën e një personaliteti të shuar të historisë sonë kombëtare. Profesor Imer Berisha ishte pedagog, studiues, mbledhës i folklorit dhe veprimtar i palodhur të qeshjes kombëtare. Në punën e tij në arsim, histori, kulturë, ai dha një kontribut të çmuar në ruajtjen e identitetit kombëtar. Kur e kërkoi koha, ai u bashkua përpjekjeve për liri, duke mbetur një figurë e respektuar e rezistencës shqiptare. 80 vjet pas rënies së tij, kujtimi dhe vepra profesor Imer Berishës vazhdojnë të frymëzojnë breza. Të nderuar, ju lutem për një minutë heshtje në nderim të profesor Imer Berishës dhe të gjithë veprimtarëve që ranë për lirinë e ateut. Lavdi. Për të shkallë të hapur këtë Akademi Përkujtimore, kam nderin të ftoj kryetarin e komunës së Klinës, zotrin Zenon Elezaj, për fjalën e rastit. Të nderuar të pranishëm, të nderuar familjarë të patriotit profesor Imer Berisha, kryesuesi i Kuvendit të Komunës, Pacalil, krasniqi babaj tyre të kombit, familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran, e përfaqësues të organizatave të dala nga lufta shqiptare të Kosovës, klerik fetar, panelist, të gjithë ju emër për emër, faleminderit që jeni bashkë sot në këtë ngjarje pra në Akademinë Përkujtimore për nder të jetës dhe veprës së profesor Imer Berishës, që besoj unë personalisht dhe të gjithë ju që jeni sot këtu jeni rrit duke ndëgjuar, ndoshta duke filluar edhe nga Nejer në Oda, sepse i takon një kohë shumë më herët kur ne nuk arritëm që të përmbledhim jetën dhe lutarinë e tij në libra, sikur që është sot, dhe unë e falenderoj shumë edhe profesorin Lush që është sot që me iniciativën e tij edhe të shkrimeve që ka bërë, ndoshta pa dashur mos të met hak të tjerëve, të gjithë ata faleminderit që kanë lënë gjurmë në shkrimet e tyre, por ne si komunë kemi shpallë profesorin Imer Berisha dhe nderi i qytetinës, që vërtet është nder për ne që ta kemi një emër siç ka qenë Imer Berisha. Atëherë lavdi e përjetshme jetës dhe veprës së Imer Berishës, lavdi të gjithë të rëndë për lirinë e Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetarit për fjalët e tua për nderimin që do të figurës së profesor Imer Berishës. Unë kam kënaqësinë të ftoj historianin dhe studiuesin Lush Sula, i cili do të mbajë kontesën me temën Jeta dhe veprimtaria e profesor Imer Berishës. E nderuara familje e profesor Imer Berishës, i nderuar kryetari i komunës së Klinës, profesor Dr. Zenon Elezi, të nderuar përfaqësues të partive politike, zonja dhe zotrin, të nderuar të pranishëm. Në këto momente, në këtë çast të 80 vjetorit, natyrshëm shtrohet pyetja:
kush ishte profesor Imer Berisha. Profesor Imer Berisha u lind në vitin 1912 në fshatin Gjurgjevik të Klinës. Në rrethonat e kryerytjes së vitit 1990, kur torturat u shtuan me masë jashtëzakonisht të madhe, ai së bashku me Teatrin Shabanin u detyruan të eknin dhe të shkonin në Shqipëri. Shkollimi fillor e filloi në Krum të Hasit për ta përfunduar në Fushkruj. Pas shkollimit fillor, vazhdoi në Normalen e Elbasanit. Si nxënës i Normales e Elbasanit, u dallua me shkrimet e tij, sidomos në revistën Normalisti që botohej në atë kohë, dhe që me shkrimet e tij zgjoi edhe interesimin e Homerit shqiptar patër Gjergjfishës. Pasi mbaroi Normalen e Elbasanit, me sugjerimin e Fishtës, mori bursë nga shteti shqiptar dhe shkoi për studime në Itali. Në Itali mbaroi 2 fakultete, Fakultet e Akademisë Ushtarake dhe Fakulteti Histori Gjeografi. Kur u kthye në Shqipëri, u ndaj disa vite në shkollat e Shqipërisë. Profesor Imer Berisha ishte ndër personalitetet dhe intelektual më të shquar nga Kosova që me kushte dhe rrethona të tilla vepronin në Shqipëri. Me krijimin e rrethonave të reja, me pushtimin e Jugosllavisë nga forcat nazifashiste, profesor Imer Berisha ishte ndër të parët së bashku me Teatrin Shabanin që u rikthye në Kosovë. Filloi punën ku tjetër, po në Arsim, në gjimnazin Sami Frashëri të Prishtinës. Aty ishte ndër pedagogët më të dalluar. Me ndryshimin e rrethonave politike, profesor Imer Berisha e pa që do të ndryshuar edhe veprimtaria e tij. Ishte periudha pa ndryshuar. Fundi i vitit 43, kur ai themeloi organizatën Besa Kombëtare, të cilën e udhëhoqi deri në fund. Me luftën dhe rezistencën e Shaban Polluzhës, të fillim vitit 45, Imer Berishën e shohim në shtabin e Shaban Polluzhës. Ishte përkrah Shaban Polluzhës dhe një ndër njerëzit më të respektuar të Shaban Polluzhës. Me thymjen, me radhjen e rezistencës së shtetit që përfundoi rezistenca në periudhën e Shaban Polluzhës, Imer Berisha nuk ndalet, por vazhdon aktivitetin e tij atëtar, politik dhe luftarar. Në kuvendin e Dobërdorit të Gushtit 1945, ishte truni, ishte merri i dirigjus i gjithë lëvizjes dhe aty zgjidhet udhëhes politik i mbar nacionalizmit. Pas kuvendit të Dobërdorit, aktiviteti i tij është në vazhdimsi. Do të thënë që profesor Imeri si pikpamje, si bindje, ishte një intelektual i formsuar me bindje gjatësise dhe që vazhdimisht kërkoi konform rrethonave që shqiptarët të lidheshin dhe të kishin si aleat forcat anglo-amerikane. Konform me këtë, është e njohur për memoria e profesor Imer Berishës, të cilët ja dërgon general Hudson, general anglez që ishte në Tiranë, dhe e informon mbi gjendjen politike dhe masakrat që zhvilloheshin ndaj shqiptarëve në Kosovë. Ishte pikërisht në këtë përmemorje për herë të parë profesor Imer Berisha e përmend numrin e të vrarëve në masakrën e Tivarit. Aktiviteti i profesorit ishte nduardurshëm dhe në ditën e sotme para 80 ditësh, profesori u vra nga një prit, nga një plumb, u vra edhe shkak i tradhtisë, sepse në mesin
e shumë kurierëve të tij njëri pëndante për Osmën, dhe kur u vra ishte për krah lideri të Lubut të Dritit Ndo Përleshit. Ishte për krah Ndo Përleshit apo besnik kombëtar. Pse e them besnik kombëtar? Për arsye që profesori ka punu me loka, me pseudonime dhe Ndo Përleshin e ka pas notken besnik kombëtar. Ishte besimi që kishte krijuar profesor Ymer Berisha në Ndo Përleshin, dhe ky besim u bart deri në momentin e vrasjes së tij në ditën e sotme para 80 vitesh, kur dha shpirt në krahun e Ndo Përleshit. Unë në fakt parashtrova pyetje kush ishte profesor Ymer Berisha. Tani do të parashtroj pyetjen tjetër, si duhet ne ta njohim profesor Ymer Berishën. Në këtë bazë kam hartuar disa pika dhe godër të këtyre pikave që mund duket të gjitha të rëndësishme dhe me pesh, për mos harruar ndonjë, do t'i lexoj këto pika që si duhet ne ta kujtojmë në ditën e sotme profesor Ymer Berishën. Përmbledhurizi profesor Berisha do të kujtohet si trashëgimtar i një familje me traditë atletare, si një ndër normalistët e parë të diplomuar në Elbasan nga Kosova, si një ndër normalist, si shkrimtar i dalluar që në bankat e shkollës normale dhe shok i stereospasës, si një ndër profesorët dhe ushtarakët e parë të diplomuar nga Kosova me bursën e shtetit shqiptar, si mësimdhënës i dalluar në shkollat e Shqipërisë ku punoi, si ndër të parët që u rikthye në Kosovë në vitin 49 me krijimin e rrethanave të reja, si një ndër profesorët e parë të dalluar të gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë, që për atë periudhë kohore lirisht mund të themi që ishte universitet për Kosovën, si një ndër intelektual e parë që tregoi rezerva ndaj jetësimeve të vendimeve të Bujani, si një ndër ata i cili e la detyrën e profesorit për të kundërshtuar ripushtimin, si një ndër të parët që u bashkua Shaban Polluzhës duke u bërë antar i shtabit të tij, si themelus i organizatës Besa Kombëtare dhe udhëheqës i saj, si një ndër intelektualët me vizionar, me pikpamje djathtiste, me qartësi politike, antifashiste dhe antikomuniste. Kjo është rëndësishme. Bindje antifashiste dhe antikomuniste. Si strateg që orientoi interesat shqiptare ka aleatët anglo-amerikanë. Si mesazh që vjen edhe për sot që duhet të ruajtur aleancat me anglo-amerikanë. Si intelektual që bashkëpunojnë ngushtë me ajke nacionaliste të kohës, si Halim Shahid, Bedri Pejamin, Berat Dragen, Maria Shlakun, Gjon Sereqin, Suleman Muqetërën, Muharrem Bayraktarin, Ad Bernard Mopin, Pashok Bimiraken, Ajet Gërgurin, Adem Lavicën, e tjerë. Si bashkëluftëtar i Afër, i Uk Sadikut, Ndo Përleshit, Zergjidodës, Feris Bojës, Drejt Nikolës, Malbashotës, Mullaj Ilat Brojës, Don Ketër Berishës, Drejt Sleshit, Mehmet Agrashkosit, Zeqir Luftani, Bardhac Rogani, Demali Pozhari, Alush Smali, Qazim Bayraktari dhe të tjerë. Profesori të kujtuar si lider të shumë kuvendeve kombëtare të asaj periudhe dhe si unifikues dhe përafrues të gjitha grupeve dhe qetave shqiptare. Si hartues i përmemorjes dërguar generalit angles Hapson, si shkrues i ditarit të luftës i cili u gjen në kohën e fundit në arkivat të Beogradit, si shpirti, forca dhe truri i rezistencës nacionaliste i cilësuar nga dokumentat e CIA-s amerikane të datës 7 mars të vitit 1953. Do thot, edhe CIA amerikane e ka konsideruar si truri dhe nervi dirigjues të mbar lëvizjes kombëtare në atë periudhë.
Si I zgjedhur në mungesë, udhëheqësi mbar lëvizjes qeveritare në Kongresin e Bipovicës në 25 korriku 26, pas vjedhjes se ishte vrarë. Si I përndjekur dhe I vrarë në prit me 11 korrik të vitit 1946 në arresht të Gjakovës nga forcat jugoslave në bashkëpunim me komunistët të Shqipërisë. Çka nuk kupton këtu me bashkëpunim? Pihet raporte se si kanë qenë atë periudhë dhe këte e dëshmojnë dy dokumente. Janë dokumenti I parë I Beqëndov, të cilët I qëmë I dërvën letër Koçizozës vjetë, ishte Ministër I Shërbimit Informativ Shqipërisë, një ndër njerëzit kryesor, dhe thëtë, në letërën e tij thëtë, elementi jonë është fut brenda shtabit të profesorit Merberishës. Shpresoj që së shpejti do të eliminohet. Në letrën e dytë, që I dërgon më pas, thëtë, sipas letrës parë që u pata thënë, profesori Merberisha u eliminua, si duket këtu bën punë edhe pare. Nuk është rasti për shqiptarë që bëjnë punë pare. Si ri idealist që priste të krijonte familje pas çlirimit të Kosovës. Si ri që kishte kaq shumë aktivitet arsimor, advetar dhe luftarak për vetëm 34 vjet jetë. Si me urdhër të Gjon Sereqit, u dënua me pushkatim spioni dhe u ekzekutua në Dinaj. Si I varrosur dhe zhvarrosur 2 herë nga komunistët derisa ja humbën varrin. E të puna varrit, profesori Merberisha edhe nana nuk ishte pa varr. Nana e tij ishte burgos në Borg Prizreli, kishte vdekur në Burg, e kishte në Boros dhe nuk dihet varri. E njëjta gjë I ndodhi edhe profesori Merberishës. E vorrasën disa herë dhe në fund ja humbën varrin. Kur shkova në Shqipëri gjatë lumtimeve të mia, gjatë intervistës që kisha me mbesën e tij, vajzën e vllau, Rrezën, të cilën ai kishte pagzuar në atë kohë me emrin Rrezë, sot ajo ka 84 vjet dhe ka emrin Rrezë. E pyes për varrin e babës profesori Leri, varrin e Shabanit, dhe më thotë varri Shabanit dhe djali tjetër Binjakut janë të zhdukur sepse në përpjekje të ndërtimit I kooperative I kanë prish Vorreza. Të thotë, 2 varre të zhdukura në Jugosllavi dhe 2 varre të zhdukura në Shqipëri. Duhet kujtuar si nderi dhe personaliteti më I dalluar I komunës Klinës I të gjitha periudhave. Si personaliteti që I takon për masave gjithkombëtare. Si personaliteti më thelbësor me të cilën duhet të identifikohet Klina në aradhin kombëtar. Si I dekoruar heroi Kosovës, si I dekoruar nga komuna Klinës me dekoratën Deri Klinës. Si personalitet që do ta nderonte Klinën me lapidarin e tij. Si udhërrëfyes për brezat të mësojnë veprimtarinë e komandantit të maleve të Agane, Dorim Vullneti, alias I Merberishës. Historian, gjeograf, politikan, ushtarak, shkrimtar e humanist. E thëmë këtë, sepse profesor Ymeri në të gjitha letrat e tij, korrespondencët e tij që ka parë me patriottarët, gjithmonë e ka shkruar në fillim letrës nga malet e lira të Dardanis. Dhe pseudonimi I tij ishte Dorim Vullneti. Kurse siç e thash më lart, pseudonimi I Ndofër Dheshit ishte Besnik Kombëtari. Për profesor Ymeri ka të flitet shumë, por unë për respekt të forsuaj do ta përfundonja me një thonje me 2 vargje të mikut e tij të shkollës së normalit të Elbasanit, Hakim Ballshit, I cili ishte shkollën e normalit në Elbasanit, kur dëgjoj për vrasjen e profesor Ymerit, natyrisht u pikëllua shumë dhe I shkoi këtë vargje. Vde I qerë, o I urti I burr, o I vdekuri që s'vdesur. Faleminderit zotri Tula për kontestin tuaj dhe për kontributin në ndriçimin e kësaj figure të shquar. Kam nderin që të ftoj përfaqësuesit e Ballët Kombëtar për një fjalë përshëndetse, zotri Tein Desko.
Përshëndetje Kryesit. Pas fjalëve të profesorit Lëshsule, I cili më së miri se gjithë historianë tjerë ka përshkruar jetën dhe veprën profesori Berishës. Unë vetë pak fjalë se profesori Berisha ka qenë edhe në kuptimin e bashkëpunimit mendorësh pirtëror dhe tarë me dekalogun e Mitat Frashërit. Mitat Frashëri, djalë e Frashërit, lirës përrejt. Ka vazhdu me pjesën kombëtare, mbaj merën kur tregojshin pjesë për luftën në Cili. Ashtë betejë e vetë me fituar kundër komunizmit, ku djegës e Ekranës kanë organizu atë betejë, jenë vra 32 patriot, të tjerë ka shpëtu Plagosë, ndërta dhe Maria Shmaku, por profesori Berisha mbetet figura më ndriçuar e luftës dytë të botërore si atletar, si nacionalist, I cili ka luftu për lirinë e Kosovës për qëllimin e bashkimit në Shqipëri. Profesori Inder Berisha meriton më shumë nga institucionet e Republikës Kosovës dhe të Shqipërisë që të ketë përvendorës disa profesori. Kryetari tha kemi shpallë qytetarë nderi, po ashtë mirë të aktuat një shesh në Klim, po edhe në Prishtinë dhe në qendra tjera. Ashtë e ditur se e vetëmja shkollë në trojës shqiptare që mban emrin e profesorit e Berishës është shkolla në Sicilë. Më kujtohet kur ashtë propozu ka qenë atëherë drejtori i arsimit Pren Buzharë, vitet 90. Kam fjallë për komunë të Klinës. Ashtë propozu profesori Berisha edhe Nikola Tesku për emërin të shkollës. Familja Tesku më njëherë kur është përmen I Berisha ka hekë dorë të pozitit për I të lojnë edhe e ka dresu e ka cmu më shumë profesori Berisha. Prandaj ashtë I cmu me respektu profesori për jetë e më të lërti gjithë të shkollëve të rëndë për atë dhe profesorit Inder Berisha. Faleminderit. Ju falenderojmë për fjalën dhe respektin e treguar ndaj familjes së profesorit Berishës. Falenderojmë gjithashtu trishoqatat e dalura nga lufta për pjesëmarrjen e tyre që ndëruan veprën e profesorit Berishës. Falenderojmë po ashtu forumin intelektual Luigi Gorakuqi në Klim për bashkëorganizimin e kësaj akademie. Gjithashtu kam kënaqësinë të ftoj profesor Karl Cenën për fjalë raste. Përshëndetje për gjithë ju praneshëm. Unë I bashkangjitem përshëndetjeve të moderatorës Elbasanës, kështu që do të filloj me njëherë me leximin e një fjale raste. Të nderuar të praneshëm, sot jemi bashkuar në këtë akademi përkujtimore për të nderuar dhe përkujtuar figurën e shquar të adhetarit, veprimtarit, intelektualit, prof. Inder Berisha,
në 80 vjetojnë e rrenës së tij. Kjo akademi përkujtimore organizohet në bashkëpunim ndërmjet familjes Berisha nga Gjergjeviki i Madh dhe forumit të intelektualëve Hyj Gurakuqi në Klinë. Profesori Imer Berisha është një figurë shquar, i cili me veprimtarinë dhe rolin e tij ka lënë gjuhë në historinë tonë kombëtare, gjatë gjysmës së parë të shekullit të 20. Kur përkujtojmë figurat e tilla nga historia jonë kombëtare, si ajo e bashkëvendësit tonë Imer Berisha, përveç se nderojmë personalitetet e historisë kombëtare, ne pasurojmë dhe vedijen tonë të sotme kolektive me vlera kombëtare veçanërisht të brezët e ri. Profesor Imer Berisha ishte një personalitet me kontribut shumë dimensional, i cili vuri dijen, kulturën, guximin dhe veprimin e tij në shërbim të kombit. Si profesor dhe pedagog, ai konsideronte arsimin mjetin më të fuqishëm për ngritjen e vedijes kombëtare, duke edukuar brezat e rinj me frymë adhetare, dije dhe përgjegjësi qytetare. Si intelektual, ai vuri formimin, autoritetin dhe mendimin kritik në shërbim të kombit, duke besuar se elita intelektuale kishte detyrim të udhëhiqte shoqërinë në momentet vendimtare të historisë. Si ideolog i rezistencës kombëtare, ai artikuloi qartë, drejt, të drejtën e shqiptarëve për liri, vendosje dhe bashkim kombëtar, duke u bërë një nga frymëzuesit e qendresës kundër riposhtimit të Kosovës pas luftës së dytë botërore. Si mbledhësi trashëgimisë kulturore dhe folklorike, ai mblodhi, dokumentoi dhe studioi këngët, gojdanat, zakonet dhe materialet etnografike me bindjen se kultura popullore ishte një nga shtyllat themelore të identitetit kombëtar shqiptar. Si promovues i orientimit evropian të çështjes shqiptare, ai besonte se ardhmja e shqiptarëve duhet të ndërtohej mbi vlerat e qytetërimit perëndimor, duke vënë një sen që e lidh idealin kombëtar me Evropën demokratike. Si luftetar, ai e kurorëzoi veprimtarinë e tij me sakrificën supreme, duke rënë në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit kombëtar. Në përfundim të kësaj fjale, duke mbështetur në traditën intelektuale të Hyj Gurakuqit, mësojmë se kujtimi i figurave të shquara kombëtare nuk është vetëm një nderim për të kaluarën, por edhe një përgjegjësi për vazhdimsinë e vlerave dhe idealeve tona kombëtare. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi jetës dhe veprave së profesor Imer Berishës. Ju falenderoj. Faleminderit profesor për analizën dhe kontributin tuaj. Kam racin të ftoj Mark Pjetër Berisha, pjesëtar i Familjes Nacionale Demokratike nga Dobërdoli për një fjalë raste. Nderuar familja Berisha, e cila tregoi se nuk ka harru edhe nuk harron, edhe jo sa të kërkosh që është shqiptar i Kosovës. Unë kam dëshirë të përshëndes të gjithë dhe pjesëmarrësit, edhe para forcit telefonin se thuhet një fjalë popullore, kur del rrushi, poesia të kundla të nuk ka. Unë tash jam rrushi ke edhe pardon, kam dëshirë 2-3 fjalë për këtë vot, se ky është njeri i madh, është njeri i paharruar.
o njeri që ka veprat edhe në kartë të di deri sot, pse nuk e ka një premendore qytetin e Klinës, se në mos lartë në Dyshmëri. Kjo duhet me pas një busht madhë, jo me që këto në tërë Kosovë. Më kujtohet, kura majtë kongresi, kura majtë kuvendit të përdullit, me 34 gusht, vitin 1945, Uksadiki ja ka dhënë fjallën, e ka hapë fjallën dhe i ka pranuar prerishtë, edhe i ka lëndu, e ka dhënë fjallën i merë Berisht. 2 orë pa ndërprej, i merë Berisha ka bojë fjallën në logën e ndarë pjetën, shatin dhe mërdar. Dhe gjitha 3 shqiptarë kanë morë pjesë në vendin në dorë. Edhe këtu e nësene që me vlerë që kanë kushtuar, kanë dhënë jetë, shumë e shumë tjere. Në kom dëshirë se të gjithë kush ka dhënë jetë, për këtë tokë, për këtë trumë, popët shqiptarë, që të kanë lardi, me s'ja hupin nërën, me s'ja hupin zotin e tyre, po të kenë veprat e mira edhe popët e jonë, më s'te harë. Unë e di që i merë Berisha tash kjo është njeri i cilë që jo është na, po dhe bota e një. Edhe i ka veprat të cilat janë të paharushme, edhe nuk harrohen kur. I merë Berisha ka linë me 13/5/1912 qenë. Edhe kuptuhet që ka rnu deri në sot, që është data 11/7 muj, që 18 vjetori që ka rrujë. Unë i falenderoj këta, që se kanë harru të parin e vetë, e harroj popin, i falenderoj popin që në këj popull do të ketë kujdes, falenderoj këshillin organizativ që e ka bon këtë rend, e i kanë folë kaq bukur këtë vetër, sukur si edhe në ta si kjo është një sen që të shuhet në zemën edhe duhet më dekë zëtorë. Pura, kjo e dinicioni i vjetër, apër 90 vjetër, nuk jam baj që i moj një shkru farë filozofie këtu, po i kom ato të zemës ata që kanë më jetë edhe di që janë konë të vlefshëm, edhe kanë më konë përgjithmonë edhe nuk vdesin kur, ju folet nërës për respekt e për nërës, nuk përshëndes të gjithë. Jo. Ja, kom morë të avmini. Faleminderit shumë Bacamak për të gjitha këto fjallë dhe kujtimet mira që na i solle këto pranë dhe i ndave me një. Në këtë përvjetor, një vend të veçantë dhe fjalla e familjes Berisha, kam nderin të ftoj zotrin Mustafa Berisha për një fjallë raste. Nderuari kryetari i komunës zoti Zenon Elezaj, të nderuar familjet e dëshmorëve dhe invalidëve, të nderuar historian, hoxhallar, të nderuar të gjithë të pranishëm, kom nderin sot në emër të familjes
në emrin të fshatit, në emrin tim personal, ju falenderoj në emrin të familjes që keni gjithë kohë me ardhur me në bashkangjit në këtë akademi. Ju falenderoj gjithëve, inshallah nxime ja u kthejmë gjithëve dëshmorëve të gjithë që lavdi u qoftë. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Sot kujtuam dhe ndëruam jetën, veprën dhe sakrificën e profesor Ymer Berishës. Kontestat dhe fjalët që dëgjuam dëshmuan edhe një herë se ai ishte një personalitet i shuar i arsimit, kulturës dhe dashurisë shqiptare. Në emër të organizatorëve, falenderojmë kryetarin e komunës, familjen Berisha, historian, profesor, përfaqësues të institucioneve, bashkëorganizatorë, mysafirë dhe secilin prej jush për pranimin dhe respektin që i kushtohet kësaj akademie. Trashëgimia e profesorit Ymer Berishës mbetet një pasuri e çmuar për historinë dhe kulturën shqiptare, ndërsa përgjegjësia jonë është ta ruajmë dhe ta përcjellim atë në brezat që vijnë. Me respekt dhe mirënjohje të thellë e shkallët të mbyllur këtë akademi përkujtimore, lavdi jetës dhe veprës së profesorit Ymer Berishës. I falenderoj.